Në mesditën e 16 qershorit në rrugën Adem Jashari në Pej, një person i njohur për policinë e Kosovës bëri manovrime të rrezikshme me një motociklet duke vënë në rrezik pjesëmarrësit të tjerë në trafik. Disa orë pas, gjatë patrullimit të zyrtarëve policor është vrejtur motocikleta e ndalur dhe është bërë verifikimi i saj dhe drejtuesit të mjetit, që nga ky moment fillojnë paqartësitë rreth rastit e drejtuesit të motocikletës. Bazuar në raportin policor që ka siguruar betimi për drejtësi, drejtuesi i motocikletës ishte Selvidon Zhubaj, i gjobitur qindra herë në komunikacion. Sipas zyrtarëve policor, Zhubaj nuk e kishte prezantuar dokumentin e motocikletës si dhe të patent shoferit. Nga ana jon është kontaktuar qendra operative dhe në verifikim të personit ka rezultuar që i njëjti posedon patent shofer dhe nuk e ka të konfiskuar, por nuk kishte kategori përkatëse. Përsëri e kemi kontaktuar qendrën operative dhe kemi kërkuar një verifikim më të detajuar dhe gjatë verifikimit të tiketave rezulton se e ka të konfiskuar patent shoferin. Zyrtarët policor dyshonin që motocikleta ishte vjedhur, kështu që Zhubajt i është shqiptuar gjobë dhe është bërë konfiskimi i motocikletës. Megjithatë, gjatë kohës që zyrtarët policor i kërkuan patent shoferin, Selvidon Zhubajt, ai ka prezantuar një raport mbi deklarimin e humbjes së dokumenteve. Dokumenti të cilin ka siguruar betimi për drejtësi tregon se me 2 qershor është lëshuar ky raport i humbjes së dokumenteve, saktësisht patent shoferit në stacionin policor në Deçan. Ky dokument i mundësonte Zhubajt qarkullimin e automjetit derisa të kthehej në vendbanimin e tij. Megjithatë, çdo dokument i humbur duhet të verifikohet në sistem dhe raportuesi duhet të njoftohet nga policia se deklarimi i rreshëm i tyre sankcionohet me ligj. Afati kohor për lëshimin e një raporti nga ana e sistemit informativ të policisë së Kosovës apo raporti nga ana e hetuesit të lëndës penale mbi dëshminë e paraqitjes së dokumenteve apo targave të automjetit si të humbura apo të vjedhura në polici për dokumentet primare dhe ato sekondare të jetë sa më i shkurtër. Raportet nga SIPKO dhe hetuesi i lëndës penale lëshohen kur vërtetohet se dokumentet e tilla nuk janë të konfiskuara nga ana e policisë apo nuk janë në ndonjë procedurë tjetër për të cilën policia ka njohuri. Por, sipas raportit informues të hetuesisë, Zhubaj kishte patent shoferin e konfiskuar dhe ishte nën mos mbrojtëse deri në vitin 2036. Gjatë verifikimit të kundërvajtjeve të personit Selvidon Zhubaj, kemi hasur në gjobën për kundërvajtje me numër 00034 të datës 22 shkurt 2024 nga ligji për rregullat e trafikut rrugor. 05 thyje për L viz 088 neni 250.4. Masa mbrojtëse për patent shofer, personit që e drejton mjetin me veprim motorik, pa e fituar të drejtën për drejtim të mjetit ose pa patent shofer të kategorisë përkatëse. I merret e drejta që t'i nënshtrohet provimit e që në përshkrimin e kësaj kundërvajtje thuhet i vazhdohet masa mbrojtëse nga data 26 dhjetor 2035 deri me datë 25 shtator 2036.